shumë që kjo. E kemi një shans unik që me 28 dhjetor ta korrim një fitore edhe më të madhe se sa mendon shkurt, dhe ato obstruksionet, sabotimet dhe destruktivitetin që kemi parë përgjatë këtij viti, kur njëherë thanë nuk e votojmë as raportin e komisionit për verifikimin e mandateve, thu se s'do ishin u bë deputet, mas ne i thanë se dojmë Albulenën, mas ne i thanë se dojmë votimin e fsheft, mas ne i thanë se dojmë Donikën, se dojmë Hegronin, se dojmë Arbrijen, se dojmë Dimolin e votun herën e dytë, mas ne i thanë se votojmë Albinin se kuj ka fajt për keqen a ka gjetë. E kure u zavensova unë me Glaukun, thash që u po na zavensi Glaukut, për votojmë Glaukun kryeminist, thanë njës bëna Glauku. E po nëse qështu është puna, atëherë na duhet një fitore më e madhe në mënyrë që me njëherë në vitin e ardhshëm ta konstituojmë shpejt kuvendin e legjislaturës 10, edhe qeverinë. Do të ndërtojmë rrjetin e laboratorëve publik për të gjitha llojet e analizave dhe po ashtu çdo qytetar i Kosovës do ta ketë një kontroll të plot vjetor, një check-up. Domethënë mi bë të gjitha analizat një herë në jetë. Një kontroll me u bë të gjithë qytetarëve në mënyrë që në njërin anë me pas një nivel të ri të mbikëqyrjes shëndetësore, por gjithashtu edhe një shans të madh për parandalimin e smundjeve. Se nëse secili prej neve i bën analizat edhe kontrollin e përgjithshëm një herë në vit, gjasat janë shumë dhaja që t'i parandalon smundje, plus e din gjendjen e përgjithshme të shëndetit publik të popullsisë.